Feja islame ka terrorizuar, ka friguar se kur të des ki me shku në xhenem, nuk më përngojnë po mëdhimet rinia, mëdhimet kombi jam. Nismi i thonë hajde në xhami në shekullin 21. Marrë, që ka toleruar shteti, Shqipnia dhe Kosova, dy shtete të vogla me 700 milion të krishterëve, po thashim që jemi musliman. Ani rri musliman, asë mbeti marak për xhenet, hiç s'u intereson xheneti. Le të shkojnë kush don, jo është i dirë në vend tam për gjithë shef. Asnjë s'kan shku përpara me xhamia me fe. Kur gjos pik me qilli, lutet i Zotit gjatë ditën, sa i snjeh kush i heq. Qysh t'kem? Mirë, faleminderit. Po ju? Po kalon? Mirë është, përgjithësi mirë, do të qenë më mirë, po njerëz të mirë bëjnë gjëra të mira. E ka nevojë me marrë shprehje, njerëz të mirë për me orientu kombin më, shtetin më. Ableo, të japësh një kompliment se je shumë zotëri. Faleminderit. Herë që shoh Prishtinë, je model. Ju faleminderit, shumë respekt. Kësaj radhe, po do më të pyet, pra këtë muaj të Ramazanit, e din që në Kosovë tash shumica 95% kanë dalur që domethënë janë musliman dhe agjërojnë. Atë ti po është një ndryshim në jetën tënde, domethënë je agjëroni. Janë pagzu, domethënë pre fesë muslimane që dalë, ne? Nuk kam qenë ndonjë farë muslimani, po tani jam pagzuar. Kam pas respekt për fetën, nuk kam qenë i dhonë mas asnjë feje. Gjitha fejet i kam respektuar si bindje personale, shtetare, bindje që sot e keni bindje, po në një kohë tjetër krijon njohuri të reja, edhe krijon edhe një bindje të re. Do të thonë njerëzit tu ngrit, tu vëdësue, mund me bëjë ndryshime gjatë jetës vet, ato ndryshime ore të jenë pozitive me interes personal, familjar, kombëtar. Unë këta që e kam bë të po një rrezik i jashtëzakonshëm, unë e konsideroj të rrezik shumë të madh, që filloi me të madhe feja islame me u shpërnda, me pas një ndikim të jashtëzakonshëm të qytetarët, sidomos të rinia. Kjo rini do të më orientuar, me u shkollue, me pa ku shkon bota e mbar, zhvillimi, përparimi, jo me orientu ka mjerimi, ka vujtet, ka friga, ka terrori. Feja islame, si fëmijë i ndëgjshëm, ka terrorizuar, ka friguar se kur të des shki me shkolla dynja nëse ti nuk falesh, nuk thua Zotit më nënshtruar, ki me shku në xhenem, ku ta diunë, tash ka dalë me këto deklarata që na bëhet kur shkojnë ata parajs, që i thonë xhenet, atje pas kanë një jetë luksoze, këta që kanë realizuar që e kanë fitu, më thojësha, kanë fitu atë drejt me shku në parajs, atje presin tanat mirat që as vetë që kanë pa andër, me forcë fizike, psiqike, me femnat të jashtëzakonshme, gjitha nuk dallohen bukra, forca potenciale pa kufishme. X gjana që marrë prej njerëzve që janë veç pak normal me dëgju që ka thonë këta pisa, këta faqizi. Edhe qësë shumë më ka dhim të rinia shqiptare me përdosë në shekullin 21, më rëgju për toke. Edhe janë... Se ka shumë ju pengojnë? Nuk më pengojnë, po mëdhimet rinia, mëdhimet kombi jam. Ata le ta thënë shafin tratarë, dhe shkojnë le të rajnë. A di që kjo është fe e ardhme, e imponume, në ka ardhme dhumë. Fet janë njëjtë. Nëse ti beson Zot, fet Zotit janë gjitha. Nëse mendon me shku në parajs, çon njëra fe çon, nëse ti je njëri normal. Po qëllimet si kanë njëta se cila fe? Disa i kanë njerëzore, disa i kanë djallëzore. Njerëzore, unë krishterizmin, nuk jam i dhama së krishterizmi për mua është kulturë, dignitet, vlerë, respekt i njeriut, respekt i dignitetit. Perëndim, çdo krijesë, krishterizmi e respekton, e ndihmon kur ka nevojë. Pse u paksove pas shumë vite? Paksova se është e vetmja mënyrë me kontribuar, me shpëtu kombin nga kjo vëmtari, kaq e rrezikshme. Mira xhamia. Ball për ball me shkolla xhamia. Rinismi i thonë hajde xhami në shekullin 21. Kjo absurd është. Marrë që ka toleruar shteti me ardhë kombi jonë në këtë gjendje. A jemi kombi më ndërgjegjshme në botë, në Evropë, në Evropian. Në Shqipnia dhe Kosova, dy shtete të vogla, me 700 milion të krishterëve, po thashim që jemi musliman. Ani rri musliman, po s'paku, mos bë terror mbi tjerë.
Shkon muslimani, aty e presin perëndim shtetit, shkon si lyps, aty shkon bëhet një terrorist. Çka quhen terror? Terror njerëzit që bën, që myshin tjerët, që urrin tjerë myshën. A ke parë në Gjermani kur bëhin me thika, me automjete, me kamiona, me hirmasës, çfarë është terror? Ose kur ja hudh bombën njerëzit, pa fajshëm. Vonon që gjithë janë besimin musliman ata? Pardon? Vonon që gjithë janë besimin musliman ata? Ata po thirrën emrin e muslimanizmit. Që janë e dinë organet se të mirën e ta, jo ne. Gjenemi gjenetin të përmane, sa beson gjenetit dhe në gjenat që ka? Nuk besoj. Unë gjenet e kam qëtë botë. Unë këtë botë e respektoj, këta e duhe, me këtë botë kam qef me jetu, si jam ma mirë, mësisht me dignitet, me nder, me krenari shqiptare. Edhe mos me nështru feve të pushtuese. Kjo është fe pushtuese, mbi 500 vjetë në ka dhënu familjarë tonë, sërgjysht tonë. Nuk i harojnë paraharësit e miqi, që kjo fe i ka gjymtu, ja ka shkatru atë dheon, i ka shpërnda trana viste dhe botë, mjerisht i ka quë edhe atje, për nga ka ardhë këmjerimi, Turqi, Nazi ka quë, po disa miliona shqiptarë janë shpërngull për i Kosovë. Vetëm në Shkup, në vitin 63, janë shpërngull ma shumë se 20.000 shqiptarë, kur ka qenë tërmetin Shkup. Vetëm Shkup, po ta them këto, kohën ma tre. E mas flasim sheku me radhë për para, sa shqiptari në ka ikë, në ka shkuë, e se din përjarën e vetë, nuk e din familjarët e vetë. A ke lexuar Kur'anin edhe Biblën ti? Nuk lexoj libra fetare. Nuk mira me feune, nuk lexoj literaturë fetare, nuk lexoj. Se ka përfundim që në fe muslimane nuk është e mirë. Nuk tash. Unë është e mirë e keqe. Unë nuk jam në atë orientim, në drejtim. Unë jam as në i farë fetare tjetër. Kam kulturë krishtere, kulturë. Jo fesë. Mirë. Po para se me bë dyshimin tonë që ke bën jetë, a ke agjëruar na herë? Kam agjeru kur kam qenë shkollë fillore, si fëmijë, duke kanë vetë dijen, fëmijët janë si delet, por fatë këtë që edhe populli si delet ditë sot po arriton. E kështë njëri, haqë që dhone, ose marë kë, po një jo, ato du një haru. Edhe kam qenë agjerueshëm, e kam pas një profesor ardë. Kër ardë në ardë pësim, tha, ju lutëm, cilë po agjerojnë, u deklaruan disa që agjerojnë, në mesin ty në isha dhonë, tha, pine ka pak ujë me prishi, tha, shone se prishi, haj, ba hudhin i gotë ujë në ftyra, atëherë në diva keq, po a i ka vdekur vje keq, po sot dhe falendrojët që ka vdekur që më ka këthjellë, ka vedisuë. Si fëmijë se kam ditë. Edhe ma prej atëherë ka dalë u këthjella, a i njëri i arsimu, unë e fëmijë, dhe sa i kisha bo hapat e parë me u shkollu, me u vedisuë, edhe thash ma u kryu për mision, së mbjetët marak heq, para gjerim, asë mbjetët marak për gjenet heq, së më interesat gjeneti. A, do të shkon gjenet, a? Ja, së jam interesum, le të shkojnë kush donë, jo është i dirë në vend tam, me gjithë shef. Unë me ato së mirë. A dini ti që gjithë do takomi me ato që na kriju. Takoni ju kush ka mu taku, së më intereson, lani takimet ju. Unë s'lot. Ja, unë s'lot takimet në atë botë. Takimet edhe të mirat bëhen këtë botë. Kush me ndonë për atë botë? Le me ndonë, e drejtë e ti. Edhe unë ndoshta dikur ka mendu që buda shka me shku në atë botë, e me vada senet mira. Unë me ato së mira. As vjen shprej me menu, vjen keq që disa hala menojnë që shkojnë atje e knaqen. Nëse si e knaqë këtë botë, mos kërkon knaqësi tjetër. U kry, ka përvëndu. Ke lind, je rrit, je zhvillu, nëse ke jetu mirë, nëse s'ke jetu, është problemi jotë, dobësia jote. Qështu. Po të rëkot, një mesazh lidhe me gjithë këtë temë që bisedojmë, për gjithë ata që po na ndjekin. Unë e kisha pas një këshill që fenë le ta marrë secili për individuale, shpirtënore edhe psiqike, bindja ty. Mos tipen shumë, mos të mendojnë që i çudi ka me zërë në xhenet. Se shpesh më thonë dikush, pa mendoj që kimi deri të xhenet. Zoti. Do të thonë secili është mirë me menu për veten nëse është interesuar me shkuën në xhenet. Kështu që njerëzit le ta marrin fenë, bindjen, edhe ure që më shpejt të vedisohen, edhe ta kuptojnë që me fenë nuk shkot kërkush përpara. Sidomos Ndalon feja, çka ndalon? Unë tregova, me fe nuk shkojt përpara, çka ndalon? Gjithë aty ndalon. Të kufizon, të verë branë, të bën çorr, të bën mirë. Mos nuk të lën pa dignitet. Nuk je vetvetja, nuk je krenari, je në shtrum, je i terrorizuar për zgjallit. Deri vdekje, kur dhe çish kanë e bota pas. Është njerim.
njeriu se lën feja me mendu pozitivisht. Çka me bot mirë këtë botë, çka me lënë gjenerata mbrapa, pastaj se na kemi detyrë shumë madhore për me mendu për gjeneratat që do të lënë one të tjerë njerëz. Do t'ju krijojmë kushte sa më të mira që të ndihen të lumtur, mos shkojnë prej Kosovës në vende të tjera, mos shpërngul shkaku i mungesës kushte. Ekonomia keqe. Kur e keni ekonomi, i ki gjithat mira. Me xhamia nuk u ndërtu asnjë ekonomi, i ki në Arabi atje. Asnjë s'kan shku përpara me xhamia me fe. Kur gjos pikë me qilli, lutet i Zotit gjatë ditën, sa i s'njeh kush i heq. Ora që populli le ta merr rrugën e mbar, sidomos për shqiptarët, kam një dëshirë të jashtëzakonshme. Shqiptarët është koha na ngrit, edhe me thonë që jemi me krenari jemi shqiptar, edhe me orientu ka perëndimit. Për shqiptarët dielli lind edhe perëndon perëndim. Jo prej nga ka çdo keqe shqiptare. Respekt. Faleminderit. Falenderoj shumë.